Marrëdhënia me Aldon është Rizarta e thot troç nëse po flet me Aldon, ja çfarë mendimi ka për të. Rizarta Hoxha u largua pak javë më parë nga Big Brother VIP 4, teksa ajo kishte lënë brenda një histori të hapur me tashmë ish banorin Aldo Marku. Në një intervistë të fundit të bërë në një emision në Kosovë, ish konkurrentja ka folur më shumë si për raportin me Aldon, por edhe vazhdimsinë e saj, si edhe prerjen në besë nga produksioni, teksa e pyetur nëse diferenca e moshës është një problem për të dhe Aldon, ajo tha: 14 vite ishin, doqa vetëm ndjesitë e momentit, nuk doja të analizoja situatën aq shumë e të bësha pastaj shumë mbytse. Thjesht po shikoja se si po shkonte, ku po shkonte, shkoi deri aty ku shkoi dhe kaq mund të them për të gjitha të situatë. Tani nuk mund të them që nuk e di, me gjërat që kam parë, nuk e dija fare që ekzistonin disa gjëra, tha Rizarta, teksa u pyet edhe për një status që kishte bërë në TikTok ku shkruante: "Më telefono kur të ndahesh", teksa Rizarta sqaroi dhe këtë moment. Po e pash edhe që ju përmend dhe u pyet ai për këtë gjë, por në të vërtetë nuk ishte për atë. Pasi Aldo është i ndarë me Sadim, kështu që nuk ishte as pak lidhje me atë. Pyet gjithashtu edhe nëse që pas lajmit se Aldos kanë pasur komunikim midis tyre, teksa Rizarta tha: "Po, e pranoj, kemi pasur komunikim dhe jemi në komunikim me njëri tjetrin. Do e shohim si do të shkoj. E vlerësoj shumë për disa karakteristika që ka që më pëlqejnë dhe mashkulli që dua, por do ja lëm kohës", u shpreh Rizarta që dha lajmin e madh. Ajo tha nga ana tjetër se është zhgënjur disi nga produksioni pasi e kanë përdorur në disa gjëra që nuk priste që t'ja nxjerrin, teksa megjithatë kësaj ajo tha se është e lumtur për eksperiencën e saj pasi e bëri më të njohur dhe ky ishte qëllimi i saj.